Musai alayhis salam ishte i dërguar i Zotit. Haruni ishte vllau i Musait alayhis salam. Magjistarët përmenden në Kur'an në kohën e faraonit, edhe në kohën e Musait. Ka qenë magjistarët të cilët bënin ekzibicione truke të sihrit, hedhnin shigjeta, shkopi, litar dhe i hipnotizonin popullin. Ju bënin sihr. Se edhe sihri është, thot ju ka qitë syve hi, i ka të rëllu njerës tu i fol, ju ka ba sihr, Allah në rëvujt. Ata kanë qenë sihirbaza. Edhe tash, Allah në gjërshan në hu, ja mundësën Musait i thot shka, ballafaqohu me sihirbazat, me magjistarët e faraonit, që me imposht ata, dhe me imposht edhe faraonin, që faraoni besonte te ata dhe i kishte si ogur, domethënë që i përdorte në burrët e tij. Çfarë ndodhi? Ai kur shkon, ata i thot atyre, hidhni ju çka keni me gjujt, atë gjuni. Ata fillojnë me gjujt editorët, vegjël kishte po bën si gjarpne, kishte, a din me po hipnotizim te masa. Dhe Musai alayhis salam e hodhi një shkop dhe u bë një gjarpër i madh. Pa ishte mrekulli, nuk ishte magji. Dhe ai gjarpni i madh i përbiu ata konope, çka ishin gjarpnit vegjël të gjithë. I azisoi gjitha kurthat e tyre. Magjistarët ose ata hipnotizuar në kohën e Musait alayhis salam mbetën të befasuar, nuk kishin parë kurrë një gjë të tillë. Dhe ata kuptuan që kjo nuk është hile, kjo është diçka e vërtetë, kjo është mrekullia e Zotit. Dhe ata u shtangan. Dhe me njëherë ata thanë besuam Zotin e Musait. Dhe u bon musliman, e pranun islamin. Subhanallah. Çfarë ndodhi? Faraonin nga inati i madh. Ata besun, domethënë Musait dhe ronë sishte për një herë. Thanë Zoti është i madh dhe i ronë Allahun sishte. Dhe Musai faraoni pra urdhënoi me njëherë të mbyten ata. E tha, preni kamshe dusha dhe virni ata, dhe më mbytni. Po kjo ishte një histori që këta do të mohen mend, këta magjistarë, që e pranun islamin dhe bon besimtar në këtë rast, o bon besimtar. Sot këta janë besimtarë që kanë jetu mas pakti në këtë dunjë, po që kanë vdek si besimtarë dhe do shkojnë në xhenet inshallah. Shikoj rahmeti i Zotit. Se u boshka Musa alayhis salam. Pra ata pranun islamin, ranë sishde, u bon besimtarë, e pranun islamin. Po thot, këta janë besimtarë që kanë jetu mas pakti si besimtar, dhe Zoti i ka çuar në xhenet inshallah si besimtar. Pse? I kanë rënë sishde Allahut dhe kanë besuar Zotin një.